Hello, mirëmëngjes. Unë sot jam ngritur në orën 9, ora tani është 10 dhe jam bërë gati, kam bërë këtë grimin e përditshëm që ju kam treguar. Dhe sot do bëj një video që ju ma keni kërkuar shumë, po mendoj që nuk e di atë të arri dot, po do ta provojmë gjithsesi dhe do t'ja dalim mendoj. Të kaluar gjithë ditën me një shumë lekësh të caktuar. Dhe unë mendoj që është shuma të jetë 5.000 lekë. Pra, ta kalojmë ditën me 5.000 lekë. Do t'jeni me mua, tani do vishem dhe do t'ju tregoj çdo gjë. Me qëra fjala, dia kam bërë dhe thonjë, që sa të bukur, i kam bërë me këtë pasqyrën që ka dalë në mod. Dhe e kalojmë ditën kështu bashk. U bëra gati, tani ky është outfiti që unë kam zgjedhur për sot. Nuk e di a shihni do të gjithë. Me këto çizmat. Tani dalim. Ja 5.000 lekësh. Tani do shkojmë të marrim byrek. Ja byreku, ja dhe 4.000 lekë kusur. Minus 1.000 lekë. Gjithashtu ula të pi dhe kafe. Tani kafja një 800 lekë, ja të shofëm. Vazhdojmë. Minus 800 lekë. Tani jam në makinë, gati për të nisur në punë, por makinës nuk do t'i hedhim, pasi është e mbushur, sepse unë e mbush makinën një herë në sesa kohë full, edhe ajo mban gati 2 javë, kështu që është okay, nuk do t'i hedhim sot makinës, pa makinë sot. Kusuri që na ka ngelur është 3.200 lekë, kështu që vazhdojmë ditën bashkë. Sa po arrita tek puna, tani për ju që nuk e dini, unë kam mbaruar studimet për koreografi dhe punoj si mësuese baleti, pothuajse çdo ditë. Gjithashtu punoj dhe si influencer ku merrem me reklama të ndryshme. Tani arritëm dhe mendoj që do marrim një ujë sepse do na duhet për tek provat. Azish, kjo është për ty. Me spec edhe me lajm. Shiko, s'dal kemi keq. 3. Bravo. Ora mbaroi me sukses. Tani sa po u ktheva nga njëra punë, është ora 3:30, pothuajse kam mbaruar gjysma e ditës dhe jemi vetëm me 2.700 lekë. Tani pasi u çlodha dhe hëngra bukë në shtëpi, le të shkojmë tek puna ime e dytë, në fakt tek biznesi im, Dance with Us, një studio baleti që është bërë me shumë dashuri. Jemi me 2.700 lekë, do të blem një ujë edhe do të vazhdojmë ditën me 2.000 lekë. Kemi për të marrë shamite dorës që na duhen për valla popullore. Por i kemi paguar dje, kështu që sot vazhdojmë prapë mos nxjerrim lekë. I morëm. Arritëm. O zot sa e bukur. Taran! Shkova bleva ujin, 700 lekë, ngelëm me 2.000 lekë. Mirë po aty, më vajtën sytë tek një tako me Haribo, që ti konsumoj këtu deri nga ora 8, kështu, deri kur kam mësim. Edhe këtu Haribot ishin 1.200 lekë. Pra, unë literalisht ngela me 800 lekë. Dhe këto 800 lekë, duhet ta bësh tani këtë zhurmë. Dhe tani me këto 800 lekë, më duket se do t'i kërkojmë borxh partnerit se nuk na dali për asgjë. Vazhdojmë të jemi në mësim. Super e lodhur, e mbylla ditën sapo kam mbaruar dhe klasën e zumbës. Edhe lek nuk më kanë ngelur. 800 lekë. Që do bëjmë me 800 lekë? Asgjë. Prap ujë.
Nuk mendoj që ja kemi dalë shumë mirë, se kam përshtypje nuk kam ngrënë bukë në shtëpi. Po të kisha ngrënë dhe bukë, do kisha fare lek. Doja të blija një bukë me qofte te kjo zonja këtu, po nuk kam lek. Po s'ka gjë, tani do ta mbyllim videon këtu, nuk është se ja dole me sukses. Kjo ishte videoja për sot, shihemi në video të tjera. Bye!